Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Britjapit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por s'pari duhet ju kërkoj ndjesë që nuk arrita dot javën e kaluar të bëj lexime, por po ju premtoj që do filloj me mesazhe pothuajse çdo ditë dhe leximi do jetë i përpikt në të dielën. Të dashur Britjapër, të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim kësaj radhe për ju. Kam 6 i kam kthyer se duket letra, po 6 gurit është letër goxha e bukur. Divine Child është absolutisht Britjapër, goxha bukur. Më në fund jeni duke i marrë sukseset dhe po i varni aty. Shkoni ky dru. Sa rrënjët dhe sa e koklavitur ta them. Sa e vështirë ka qenë për të bërë kjo që është sot. Çfarëdo që keni arritur deri sot është më se e merituar. Apo diçka jeni duke arritur më në fund. E gjatë, një rrugtim i gjatë, një rrugtim i vështirë dhe ja ku janë këta kristalë, këta gur, apo si do që t'i quani, në fund keni arritur për ta bërë apo për ta marrë atë që keni dashur. Shikoni këtu kam një fëmijë, risi në jetën e juaj, por dhe kjo është risi e madhe. Dashi është këtu të dashur. Dashi, por është as. Ky fëmijë këtu, shikoni, lozonjar është divine hynor, një fëmijë hynor, risi të dashur, në çfarëdo që keni ndërtuar, një diçka e re, ka qenë e vështirë për të arritur deri këtu. Po, ndoshta disa nga ju dhe tani keni arritur këtë sukses, por disa nga ju akoma janë pothuajse aty në hapat e fundit të kësaj arritje apo të këtij suksesi. Ky sukses të dashur Britjapër mund të jetë nga jo, vjen në forma të ndryshme, në dashuri, në punë, në biznes, në familje, në atë personale të juajën. Do thotë një arritur se shpeshherë të gjithë kemi qëllime për veten tonë dhe kur arrijmë sikur ndihemi më të përmbushur, nuk e bëjmë praske, po për veten tonë. Të dashur Britjap, absolutisht kjo nuk është Britjapi, por pavarësisht se pasionon të brintës si kur i keni ju aty, por jo, është dashi. Asi i spirales të dashur është e re, një fillim i ri në biznes, familje e re, biznes i ri, para, prosperitet dhe kështu me radhë. Por gjithë ata që duan të bëhen prind, është ngjitje një fëmije që është djalë, nga që është energji mashkullore. Dhe ja ku është ky fëmijë. Kjo risi mund të jetë dhe ajo që po them, të qenë një lajmin që do të bëheni prindër. Do thotë gjitha këto çfarë janë duke ndodhur është vërtet mrekullia vet. Punë e re, biznes i ri, apo në biznesin e juaj do të lulëzojnë, do të qelin, do të gufojnë të gjitha gjërat për së mbari. Nëse është në dashuri, do marrë një kahje tjetër komplet, një ndryshim në jetën e juaj dhe do lulëzoj siç është duke lulëzuar kjo penë këtu. Çfarë thot ky? 8 të shpatës. Keni vuajtur, absolutisht, shikoni këtu. Keni vuajtur dhe keni punuar jashtëmase drejt kësaj. Edhe pse jeni dorëzuar shumë herë të dashur, por ajo çfarë dua të them, keni shkaktuar vuajtje të panevojshme vetes së juaj, keni vuajtur për të arritur deri këtu. Më në fund, por ta keni parasysh, jeta është e tillë, do të ketë sfida. Jeta është e tillë, do të ketë vështirësi, absolutisht. Si do të dinim të gëzonim po mos ishin këto sfida? Si do të dinim të lumturoheshim kur të arrijmë, kur të përmbushemi, kur të arrijmë qëllimin tonë? Por mos të ishin këto sfida. Të ishin aq lehta të gjitha, nuk do ekzistonte gëzimi. Mbani mend këtë. Pra, gjitha këto kanë ndodhur për një arsye. Nga që gjërat thot strength,
triumf të dashur. Gjërat janë duke marrë një kafje tjetër, po keni filluar tani të merrni frutat e asaj që keni mbjellur, punës së madhe, lotëve të derdhur, zhgënjimit, sfidave, vështirësive, streseve, bllokimeve, sëmundjeve, mund të jenë shumë gjëra, por kjo është ai guximi, apo ai triumfi, apo ajo fitoria që do ju paraprit. Dhe por saj, shikojnë ku është, sado që jeni zhgënjur shpeshherë, por nuk ju ka ndalë dëshira për të arritur aty. Dhe kjo intuit është i qiltër, është i sinqertë, është i drejtë, është vizionar dhe ju keni parë më shumë, gjithmonë më shumë se larg fundës, ta them kështu, më shumë, më larg aty. Këtu keni qenë, por keni parë suksesin aty. Dhe kjo ka sjell, kjo ka bërë që ju të arrini deri aty. Mund të jetë ky fëmijë, ky gëzim, kjo punë, ky biznes, ky çfarëdo që të jetë, kjo gjë vërtet jashtë mase e bukur, jashtë mase e mirëpritur, ta thosha, apo e dëshiruar. Rezultati juaj është kjo. Absolutisht i arritur apo të përmbushur.